Përshëndetje të gjithë aktivistëve të Vlenit, përshëndetje të gjithë aktivistëve të vërtet të Aleancës për Shqiptarët që janë të shumët në numër në këtë sallë dhe kanë vazhduar të qëndrojnë në këtë rrugë të drejtë, në këtë rrugë që e kemi nisur bashkë dhe do e vazhdojmë bashkë deri në fitoren përfundimtare. Dashur qytetar, vëllezër dhe motra, aktivistë të ndryshimit që vlen. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të promovuar një shtab zgjedhor. Sot jemi këtu për të nisur një kapitull të ri. Një kapitull që nuk shkruhet me premtime boshe, por me punë të ndershme, për kushtim, dashuri për këtë popull. Këtë popull që ka duruar shumë dhe ka pritur gjatë, shumë gjatë. Jemi këtu sepse besojmë se politika mund bëhet ndryshe, se pushteti nuk është për të pasuruar, por për të shërbyer. Besojmë se shqiptarët meritojnë më shumë drejtësi, më shumë zhvillim dhe më shumë dinjitet. Emri ynë, Vlen, nuk është vetëm emër koalicioni. Vlen është projekt kombëtar mbi gjitha. Është provë e gjallë se shqiptarët mund bashkohen për të mirën e përbashkët, kundër korrupsionit dhe kundër tradhtisë ndaj interesit kombëtar. Vlen është thirrje, është zëri i shqiptarëve që nuk shiten, nuk blihen dhe nuk përkulen. Ditëve të fundit, më ka radhë të takoj shumë prej jush, në qytete e fshatra, nga Likova deri në Strug. E kam parë shpresën që rilind në sytë tuaj dhe kam djerë në duar tuaja vendosmërin për të mos u dorëzuar para pazareve të natës. Ata provuan të kontrabandojnë votën e qytetarit. Ata tentuan të sabotojnë Vlenin për të rikthyer BDI-n, por ata dështuan. Falë qëndresës suaj, Vlen sot është më i fortë, më i bashkuar se kurrë. Ky popull na ka besuar dhe ne nuk guxojmë ta zhgënjejmë. Nuk ka më vend për pazare nate e kompromiset pista me ata të listave të zeza. Populli është lodhur nga politikanë që për pushtet shesin gjithçka, që e shesin mbi gjitha idealin e aktivistit. Ajo që ndodhi me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët nuk kishte lidhje as me Vlenin, as me performancën e qeverisë, madje as me ndarjen e komunave. Ajo ishte një skemë e planifikuar, e gatuar në kuzhinat e BDI-s dhe në kuzhinat e Artan non gratas. Ajo ishte një tradhti ndaj shpresës së qytetarëve që kërkojnë ndryshim. Por ne nuk jemi këtu për të përhapur urrëtie. Ne nuk jemi këtu për ndarje. Ne jemi këtu për bashkim të sinqertë, për një vizion të përbashkët, për një rrugë të drejtë, ku asnjë shqiptar nuk ndjehet më i harruar apo i nënvlerësuar. Prandaj sot, nga këtu, i drejtohem çdo aktivistit Vlenit, por mbi gjitha çdo antarit sinqert të ndershëm të Aleancës për Shqiptarët. Vlen është shtëpia jon, Vlen është shtëpia juaj. Një shtëpi ku vlen vetëm një gjë, shërbimin ndaj qytetarit. Dhe tani është momenti. O bashkohemi, o na coptojnë. O marrim në dorë fatin ton, o na përdorin si dekor për qeverit korruptuara. Ata që kanë patur pushtetin për 2 dekada, e kanë trajtuar shtetin si plaçk lufte. E kanë përdor popullin për pasurim klanor dhe familjar. Ata nuk e kanë hallin e shqiptarit, e as shqiptarisë, e kanë hallin e drejtësisë, që troket çdo ditë në derën e tyre. Dhe koha e tyre ka mbarë fund mo. Unë, si Arben, kam jetu 35 vite në Mërgat. Jam larguar si 8 vjeçar dhe jam kthyer për t'i kontribuar këtij ndryshimi. Dhe e di personalisht në lkurën time se çfarë do të thotë jetosh larg vendit, me mendjen gjithmonë këtu, por me trupin diku tjetër. Sot, si Vlen, e kemi mundësinë, por edhe detyrim të krijojmë kushte që rinia mos të ikë nga vendlindja, që të ndërtoj jetën këtu, që të besoj në të ardhmen e vet këtu. Dhe kjo nuk bëhet me fjalë boshe. Bëhet me përkushtim, me punë të ndershme dhe me dashuri për këtë popull. Sepse kjo nuk është më garë për pushtet. Kjo është betejë për dinjitet, betejë për drejtësi. Dhe është një betejë që ne bashk do ta fitojmë në çdo komunë, në çdo fshat, në çdo qytet. Sepse Vlen është ndryshe, Vleni e ka guximin, i ka njerëzit e duhur, por mbi gjitha i ka duart e pastra. Rrof Vlen
dhe rrof fitoria që po vjen. Ju falemderit.